Me një vendim të ri të Këshillit të Ministrave do të funksionojnë ndryshe zyrat e gjendjes civile, duke shfuqizuar vendimin e vitit 2009. Përsa i përket territorit të Republikës së Shqipërisë, do të ketë një numër më të reduktuar të zyrave të gjendjes civile, ndërkohë që në Bashkinë e Vlorës do të ketë 3 të zyra gjendje civile brenda qytetit të Vlorës, një në njësinë administrative të Orikumit, ndërsa ndryshimi është në njësinë administrative Shusisë dhe Novosel, të cilat do të funksionojnë tashmë në një zyrë gjendje civile të përbashkët. Nga një zyrë të gjendje civile përsa i përket territorit të rrethit të Vlorës do të ketë në Bashkinë e Selenicës, por edhe në Bashkinë e Himarës. Ndërkohë parashikohet që të ketë edhe reduktim të numrit të punonjësve, kjo sipas vendimit më të fundit të Këshillit të Ministrave. Qeveria shqiptare ka miratuar strukturën e re organizative dhe numrin e punonjësve të shërbimit të gjendjes civile në të gjithë vendin. Vendimi është publikuar në fletorin zyrtare dhe parashikon organizimin e ri të zyrave të gjendjes civile në bashki dhe pranë prefekturave të qarqeve. Sipas këtij vendimi, në qarkun Vlorë do të funksionojnë gjithsej 15 zyra të gjendjes civile, me një total prej 35 punonjësish. Në bashkinë Vlorë parashikohen disa njësi shërbimi që përfshin zonat të Vlorë rajoni 1, rajoni 2, Orikum, Vlorë rajoni 3, Vlorë rajoni 4, Vlorë rajoni 5, Qendër Vlorë, si dhe njësitë të Novosel dhe Shushic. Ndërkohë në Bashkinë Selenicë, shërbimi do të mbulojë zonat Selenicë, Armen, Brataj, Kot, Sebaster dhe Vllahin, ndërsa në Bashkinë Himar përfshihen Himar, Horvranisht dhe Lukov. Në pjesën jugore të qarkut, struktura përfshin gjithashtu zyrat në Saran dhe Ksamil, Konispol, Markat dhe Zar, si dhe zonat Finiq, Mesopotam, Dhibër dhe Livadia, ndërsa një zyrë tjetër do të mbulojë Delvinën dhe Vergon. Vendimi përcakton gjithashtu se transferimi, depozitimi dhe administrimi i akteve dhe dokumenteve të gjendjes civile do të kryhet sipas legjislacionit në fuqi për arkivat. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në fletorin zyrtare dhe efektet e tij do të nisin nga 30 marsi 2026.